Zoti Zhlima, në optikën tuaj si avokat, si e keni lexuar vendimin e gjykatës së posaçme të apelit ndaj Erion Veliajt, e cila argumenton se së bashku me bashkëshorten e tij Ajola Xhoxhën dhe biznesmenin Abule konsiderohet ose quhet pak a shumë si grup i strukturuar kriminal. E tmerrshme. E di pse është e tmerrshme? Sepse ajo që unë kuptoj nga kjo vendimarrje e gjykatës është sikur tekstin për mbajtjen ta ketë shkruar Edi Rama. Pse e them këtë? Sepse Edi Rama tha diçka shumë të çuditshme. Asnjëri se kuptoi, por edhe një herë unë e ripërsëris vetes dhe i them, a është e vërtet që amerikanët krijuan Spakun? A është e vërtet që Edi Rama e krijoi Spakun edhe Altin Dumanin e gjeti mes nesh? Në rast se jemi në këto të dyja të fundit që unë citova, normalisht është një vendim i tmerrshëm, grop, e thellë, e cila jo vetëm që duhet të ndihmohet personi që të iki nga kjo grop, po duhet të shtrohet një rrugë që të ndihmohet personi të rehabilitohet pas shumë vitesh në rast se personi dënohet. Edhe duke marrë që ky person nuk është thjesht një qytetar i thjesht, por është kryetari i Bashkisë së Tiranës, është personi i cili aktualisht mban peshën më të madhe në pjesën elektorale të qarkut të Tiranës, në zgjedhjet e 2023-shit, në zgjedhjet e 2021-shit, dhe sot ky person ndodhet ku? Jo në burgjet e Tiranës ose në paraburgimet e Tiranës, po ndodhet në paraburgimin e Durrësit. Pse partia e çoi në Durrës për ta mbrojtur? Jo. Çfarë donte partia? Ta pushkatonte. Dhe jemi pikërisht aty ku asnjëri nuk e beson atë që unë kam thënë, e them, e ripërsëris për të gjithë ju që na dëgjoni. Vajtja e Erion Velis në burgun e Durrësit nuk është një kërkesë e prokurorisë së posaçme, po është një kërkesë e Ministrisë së Drejtësisë që Erion Veliaj t'i bëhet grëpa, gjëma më e madhe përveç asaj juridike që ja bëri Spaku dhe bashkë me gjykatat që kemi noterët, ta dini edhe ju këtë, por akoma më keq që Erion Veliaj mos të jetë më në krye të Bashkisë së Tiranës në vajtjen e tij në paraburgimin e Durrësit. Pra, partia të shkatron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sot në 2025 është 1976, ku prokurori ishte mbi gjithçka, kur prokurori vendoste në cilën qeli do jesh ti dhe se si do të bëhet gropa. Po kujdes, në atë kohë ishte një parti dhe nuk ekzistonin partitë të tjera. Në atë kohë ishte një media, nuk ekzistonin mediat e tjera. Në atë kohë ishte përsëri partia, sot edhe partia që është të çon përsëri, pra përsëritet e njëjta ngjarje, por me një do të thoya me një tjetër qasje, qasja e demokracisë, e pluralizmit dhe gjitha këto me radhë, janë thjeshta për me ne të themi që ekziston, por pikrisht Erion Velis ju bë gropa sipas Kushtetutës së 1976, që do të thotë partia e tij e dërgoi në Umner, e dërgoi në Gremin, gjithë ato sakrifica që ai ka bërë për Partinë Socialiste, Partia Socialiste ja shlyu duke e coptuar, duke e denigruar, duke e shkërmoqur nga çdo strukturë, dhe kjo më e tmerrshmja nuk është vendimi i masës sigurisë, por është pikërisht largimi nga Tirana dhe regjistrimi i tij në Durrës për votimet e 11 maj 2025. Çfarë tregon kjo?
që lufta e brendshme me Ulsimanjën ka qenë më e egër dhe Ulsimanja për inat e dërgoi atje edhe i bën kontrolle duke quar njëri tjetrin topin, se bëj unë, e bën Spaku. Spaku i thot se bëj unë, e bën Ministria e Drejtësisë, por në fund fare kush e bën? Pikërisht Partia Komuniste, Partia Socialiste. Po çfarë interesi ka në këtë rast Ulsimaja dhe a e ka bërë këtë gjë në kokë të vet apo është me urdhër të Edi Ramës? Së pari duhet të keni parasysh që ministër i drejtësisë është Edi Rama. Ministër i rendit është Edi Rama. Kryetar Bashkisë së Tiranës është Edi Rama. Si mendoni ju tani? Mendoni ju se ka fuqinë Ulsimanja të bëj diçka pa pyetur Edi Ramën? Shkarkohet për minuta, mos them sekonda. Hajde vëmë edhe procedurën minuta. Por çfarë ndodh në këtë situatë që jemi sot? Ulsimanja i bëri gropën sepse është porositur nga Edi Rama që do iki Erion Velia pas zgjedhjeve lokale, sepse do detyrohet Këshilli Bashkiak të dërgojë shkresë tek prefekti dhe prefekti t'ja përcjellë shkresën Këshillit të Ministrave dhe Këshilli i Ministrave do të vendosë në rast se zoti Veliaj do të qëndrojë në detyrën e kryetarit të bashkisë. Në rast se marrim në referencë ligjin e vetë qeverisjes vendore, nenin 61, gërma C mos gaboj, që thot kryetari i bashkisë duhet të jetë i përhershëm banor i bashkisë, jo i qarkut, i bashkisë së Tiranës, jo bashkisë së Durrësit. Në këto momente që flasim, Partia Socialiste, Ulsimanja i bëri gropën Erion Velis. Greminën, nuk flasim në atë gremin që do pak kohë derisa të zbresësh poshtë, por flasim për të merë, për gjë pa imagjinueshme, gjëra të cilat janë të pa sqaruar më parë se si brenda vetes, brenda llojit ka filluar lufta e egër për ekzistencë. Dhe këto shenja janë shenja që tregojnë për qytetarët shqiptar që Partia Socialiste ka ikur jo vetëm nga ana ideologjike, në rast se flasim për socializëm, por ka shkuar akoma më keq tek Partia Komuniste, pra akoma më e rënd për një parti që don të ketë shpresë që të jetë edhe pas një pushteti të gjatë të vinë opozitë dhe të ketë mundësi rikëmbje e saj në askenën politike.